Nëse fjalia jote kryesore në marketing është kemi kualitetin më të mirë, e kam një lajm keq për ty. Je të i dhon klientit arsyen më të dobët për me të blej. Në vitin 2026, klienti presupozon që produkti yt është më i mirë. Kualiteti nuk është më një bonus që ti po ja jep, është minimumi që ai pret për parët e veta. Kur ti thu kemi kualitet, ti thjesht po tregon që je në lojë, po nuk po tregon pse duhet me fitu lojën. Çdo biznes në Kosovë thot njëjtën gjë. E kur krejt thojnë jemi më të mirë, në veshin e klientit kjo përkthehet si zhurmë. Ai nuk po kërkon kualitetin, ai po kërkon shpejtësinë, zgjidhjen, garancinë ose eksperiencën që ti e ofron. Kështu që në vend se me thonë materiali është cilësor, thuj ky material nuk zbet edhe pas 50 larjeve. Në vend se me thonë shërbimi është i mirë, thuj përgjigjemi brenda 10 minutave. Mos se thuj kualitetin, tregoj atë përmes rezultateve specifike. Marketingu nuk bëhet me mbiemra të bukur, por bëhet me fakte që ja lehtësojnë jetën klientit. Ndalo së bërtituri që je më i miri e fillo bënu më i miri.